vendosmëria e Partisë Demokratike në përballjen me narkoregjimin e Edi Ramës është sot më e fortë se kur. Ajo që mbetet revolta qytetare. Ndaj dhe e mbyll këtë hyrje me thirrjen më vllazërore për çdo qytetar shqiptar të bashkohemi me datën 8 maj në protestën më të fuqishme që ka njohur Shqipëria në kryerritjen më të fuqishme paqësore kundër këtij regjimi i cili po vjedh haptas si asnjë regjim tjetër në Europë dhe në botë popullin e vet. Nuk na dikton njeri ne dhe nuk na ka diktuar taktikën tonë. Kryerritja paqësore është zgjedhja jonë. Me besim në plot se kjo është më e mira. Vija e kuqe jonë është protesta gjenërzim në Edi Ramës. E lodhshme, raskapitse, e mundimshme, por ne këtë kemi zgjedhur. Vija e kuqe jonë si protest gjenërzim në Edi Ramës është jetike, jo vetëm për Shqipërinë, jo vetëm për Partinë Demokratike, po edhe për Shqipërinë, që të ketë një opozit me zë të fuqishëm. Ata që mërzitën Kris nga protesta e Partisë Demokratike gabojnë në qoftë se janë kundërshtar të regjimit. Mendo pak njëherë sikur Partia Demokratike të mos dilte në rrugë, po të ndiqte shumicën e heshtur. Çfarë do thoshte kjo për Shqipërinë? Çdo qytetar dhe ju përfshi do të kenë një gjë parasysh. Se Shqipëria sot është një diktaturë autoritare. Vim tek Partia Demokratike. Partia Demokratike është në një proces riorganizimi, ripërtritje në demokratikun që ka njohur. Partia Demokratike ka garë në të cilën janë të ftuar të marrin pjesë që të gjithë. Por ka një kusht, i dashur Kris. Kur Edi Rama nuk do mund të përcaktoj kryetarin e kësaj partie. Për këtë të garantoj. Dhe çdo demokrat është i mirëpritur. Në garë është i mirëpritur të zëj pozicionin dhe siguroj që po bëhet shumë punë për hapësira gjithnjë më të mëdha për të rit, po kryetarin e kësaj partie do e caktojnë vetëm demokratët me votën e tyre dhe asnjëherë askush tjetër.